Gjykata e apelit ka ndryshuar masën e sigurisë nga arrest në burg në arrest shtëpie për biznesmenin Erdion Muho, i akuzuar për veprën penale shkatërrimi pronës me eksploziv, kryer në bashkëpunim dhe mbetur në tentativë. Muho ishte arrestuar në akuzën e bashkëpunimit në tentativën për shkatërimin me lëndë eksplozive të anijes Finikas. Muho është pronar një agjencie turistike në Sarandë. Kompania e tij operon në fushën e transportit të ndërkombëtar detar të udhëtarëve të linjës Sarandë-Korfuz. Ngjarja për të cilën Erdion Muho ndodhet në masën arrest në shtëpi ka të bëjë me eksplozivin që plasin në afërsi të portit të Sarandës. Mbrëmjen e 24 qershorit të vitit të kaluar, ku mbeti i vdekur 52 vjeçari Armand Nelaj, miki i Muhos dhe biznesmen në fushën e makinerive të ndërtimit. Eksplozivi kishte për qëllim tragedin turistik të një kompanie rivale me kompaninë e Muhos në transportin e udhëtarëve Sarandë-Korfuz. Për këtë, Muho ja kishte lënë eksplozivin Nelajt që t'ia vinte anijes rivale. Por lënda shpërthyese plasi para kohe për shkak të telefonit të Nelajt, duke mos shpërthyer në objektin e synuar por në duart e Nelajt i cili humbi jetën.